che ha vinto Capuzza e Art per diem është Il vincitore è The Winner is Bekim Balai. Bekim Balai. Efikasitet dhe vazhdimsi. Një sulmues me përvojë, lideri i repartit ofensiv dhe një prej lojtarëve më vendimtar të kampionatit. Bekim Balai. Fillimisht do ta nisem një falënderim për Kambiasën. Ndër me çan për mua që e marr këtë shpim nga Dorati, nga një legjendë e Realit Madridit, njëkohësisht dhe unë tifoz i Realit Madridit. Kështu që faleminderit, grazie mille. Realisht kthehem me Kapucën e dytë më 2 viteve, një trofe që ka peshën dhe vlerësimin e vet, si gjithmonë për çdo sulmues. Një trofe që do ta ndaj gjithmonë me skuadrën, me shokët e mi të ekipit. Realisht kanë punu shumë, ndoshta që të nxjerrin te goli që të arrit qëlloj sa më shumë dhe sadopak të shpërdej dhe punën e tyre. Kështu që i falenderoj gjithmonë. Ta marrësh një trofe të tillë, pavarësisht se ti e ke për herë të dytë, pa i përgjigjur një pyetje. Jo, isha dhe diçka fundit, unë them Shkodra lidhjen me golin e ka shumë fort, të bandashëm. Pasi veçenit e goli është momenti që të përmend një nga legjendët e futbollit shqiptar, gërshënuesin më të mirë të gjitha kohërave, Liorencin Sinani. Një idhull për mua dhe shumë breziti. Hera e dytë, radhazi që ti merr këtë trofe të rëndësishme. Ndërkohë, pyetja që mund të kenë jo vetëm ne në skenë, po edhe shumë të tjerë që po na ndjekin është a ka ndonjë gol jetën personale për të festuar këtë sezon? Jam me mikrofon. Shqipit interesante, vjen një moment që ndoshta e kam luajtur pak surprizë, por me që është një natë e bukur sot. Është atzan. Do kisha bash të faj. Por as bëhem babaj një djali, kështu që Ma të nëjmë gjëjtë. Bukur se ta bërë publik se sa sonte zbesesi. A, kështë një dajnë. Urime dhe artë. Faleminderit, grazie, signor